e të dashur me që edhe një herë përshëndetje nga unë, pasi dëgjume këtë këngë të mrekullueshme të këngëtarës së mirënjohur Rosela Gjelbego, të cilën kam gjithmonë kënaqësi me ndëgju dhe më hap një program si Pejna e Shkodrës kur ne flasim për shkrimtar gjithmonë të mëdhenj. Është me të vërtetë e jashtëzakonshme. Për momentin jemi edhe në live stream 92 me valët 92 MHz të Radio Shkodra. Ju faleminderit edhe që më ndiqni. Sot kina në fokus poetin e mirënjohur, publicistin, pak kohë sa ishte, po jam duke publicistin, po poetin e mirënjohur, i cili la edhe përkthime të shumta Zef Zorba. Unë po e filloj pak me biografi, i cili u lind në 1920 në Kotor në një familje shkodrane. Është i biri i Ak Zorbës dhe Elinas Kanjetit, e cila ishte edhe mbesa e Kolidromenos. Jati ishte njohur si mirë i serbokroatishtes, italishtes dhe frangjishtes. Në përkthimet e tij mbesin tre muskultierët dhe konti i Montekristos, të cilët kanë humbur dhe vetëm 2 prej tyre, si Milenko e Dobrila, i kanë mbijetuar kohës. Në 1924 familja kthehet në vendlinje, ku Jati punon si kryetar komune në Gur të Zi dhe më vonë është administrator i kafes Malle. Është diçka për të përmendur. Është diçka gjithmonë kafja Malle duket si pikë referimi të gjithë këtyre. Kjo tregon, domethënë, ky fakt se e administrator jo pronar. Që do të thotë kjo ishte koha kur Shqipëria nuk kishte pronar, kishte vetëm administrator. Jo, në sensin që domethënë tregon se familja vjen nga një shtresë e mesme dhe e vogël, domethënë. Që do të thonë, por shumë e dishme, sepse zakonisht janë shtresat që kanë dijet, si më thonë. Tjetër gjë janë ata që kanë lekë. Me të vërtetë, këto është e vërtetë. Ato kanë ndërtuar gjithmonë çdo gjë në shoqëni, domethënë, edhe vazhdojnë me ndërtuar edhe sot. Mendoj se është shtresa ku bën dallimin nganjëherë. Jo vetëm bën dallimin, ajo mon ndërgjegjen. E bukur kjo përgjigje, më pëlqeu shumë, është e vërtetë. Pasi ndoqi dhe kreu shkollimin fillor dhe të mesëm në Shkodër, në 41 u regjistrua në Universitetin e Padovës për shkenca politike. I ndërpreu studimet në 1943 për shkak të ngjarjeve të luftës së dytë botërore dhe u kthyen në qytetin e Prejardhjes, ku punoi në një bank. Si pak e çuditshme, më duket gjithmonë një nuk është diçka e çuditshme, është diçka që më duket si ndjekse për shkrimtarët. E detyrimisht do bësh një profesion tjetër. Përgjithsisht, sidomos në ato vite, në tonë Evropën, shkrimtarët janë avokat, mjek, financier, apo zanatet tilla domethënë zyret. Në atë kohë kanë qenë zanatet rralla, që do të thotë jo çdo kush ka punu në ato nivele. Domethënë kanë qenë intelektualë të mirëfillë, sepse në vitet 30 normalisht nuk është si sot. Sot janë bankat me është diçka ndjekse si klubet, bankat si klubet, atëherë një bank po pas në tonë Torinon për shembull, ose 2 po thonë. Që do të thotë ka qenë fillimi i sistemit financiar dhe shoqënia ka qenë hala me ato notat, si më thonë, një elite të mirëfillë, si më thonë. Po janë pra këto vite që janë ndjekse dhe për Zef Zorbën, si Ernest Koliçi, si Gjergj Fisha, në vitet 1930, një larmishmëri shkrimtarësh. Vitet 30 janë periudha mes dy luftave. Po, është e vërtetë. Dhe normalisht Shqipënia dhe gjendet në botë, kupton, normalisht i nikon këto pasoja, si më thonë, që ndodhin në tonë globin. Normalisht jena live, do më thonë. Që është në vitet 30 jena live, mandaj konnohet a gjona, po du me thonë këtë që depresioni financiar ndikoj dhe njëkohësisht, si më thonë, periudha e paqes së brisht mes dy luftave, prodhoi në fakt një elitë jashtëzakonshme e cila në fakt po thirrte me të madhe na loni luftën. Po jo në kuptimin deklamativ. Një thirrje. Në kuptimin shpirtëror. Prandaj këto vlera kanë dalë në mënyrë që nuk munden kjo elitë në viteve 30 botërore me ndar luftën. Me gjithë kljethmen e saj artistike, intelektuale. Është një plejadë. Forca e luftës që e verbër, edhe solli manera çka solli mbrapa. Se nuk ishte vetëm lufta, ishte pasojat e luftës në Europë, sidomos kanë sjellë ndamin e Europës në dy pjesë, komunizmin në anën tjetër, një thmarrje vërtet 50 vjeçare. E vazhdojmë më vonë këtë. Jam shumë e sigurt që kemi shumë për më thënë për këtë.
Në 1945 deri në 46 u punësu si regjisor në shtëpinë e kulturës në Shkodër. Aso kohë ka vënë në skenë pjesët Juda Makabe të Fishtës dhe Armiku i popullit të Jipsenit. Përkthyer nga vetë Zorba, në 46 u arrestua në valën e përnjekjes së qytetarëve intelektual pas kryengritjes së Postribës dhe u dënua për goset edhe për agitacion e propagandë. Vuan dënimin në përkampet e punës deri më 1951. Është një nuk kisha me thënë risi, sepse nuk është risi, është një përndjekje që poetët e mëdhenj, shkrimtarët e mëdhenj, intelektualët e mëdhenj i marrë një valë e madhe. Në ato vite, domethënë, biles e bukur është këtu se në ato vite filloi një përndjekje edhe ndaj eksponentëve që kishin filluar lëvizjen komuniste në Shkodër, sidomos Shkodër. Zef Mala për shkak është një prej atyre që e hongë edhe më rënd, domethënë Zef Zorba më pak. Që do të më thonë pra terrori ka qenë i gjithonshëm. Sidomos në njerëzit me intelekt. Shënsi ka prej ka ishin këta apo çfarë mendimi të majt apo djati përkitëshin. Rëndësi ka që ishin njerëz që mendoshin. Dhe normalisht stalinizmi shqiptar, enverizmi shqiptar nuk kërkohet e njerëz që mendojnë. Njerëzit që mendojnë janë të rrezikshëm. Më vonë duke që i ka pështu këtyne përsekutimeve dhe punon në një nërmarrje të rrethit Shkodër si llogaritar deri në vitin 1980 ku dhe del në pension. Më pas në vitin 1993 ndorron një jetë Zef Zorba. Por me sa kuptoj unë deri në momentin pas dritë, tamam është e vërtet kjo. Me sa kuptoj unë dhe me sa kam vërej, deri në momentin që flasim për 1993 nuk kishte publikuar veprat e Zef Zorbës. Ato vinë më mrapa. Mas vdekjes së Zef Zorbës. Du vetëm të ndërprej pak siç është libri i parë i botum, Bust të ngrirë ngas. Më vjen moshta pak sa me qesh me thonë, sepse unë jam mësuar me thonë bust ngrimë ngas. Po, të ngrimë ngas. Që unë kam bajagimike të dy vajzat e Zefit. I kam të njoftën, dhe i përshnesim. Edhe Elenën i përshnesim. Sidomos Elena që është edhe, ma Lela që thonë në Shkodër. Lela është e vërtet, po. Një grua e jashtëzakonshme, që ka marrë komplet ato tiparet e gjallënisë të jatit, po dhe Lali po ashtu, po me Lele nuk komunikoj më ashtu. Për këto botimet që po sjellin të shërish. Është merita e tyne, domethënë që këto kanë dalë. Normalisht çdo bab, domethënë do të ishte krenar për vajzat e veta që me bën një punë tillë, aq më tepër misioni nuk është thjesht familjar, pavarësisht se motivet janë familjare. Zefi si duket unë nuk e kam arrit me e njoft, nuk janë i ri shumë në atë kohë. Do të kenë një person me një ndriçim jo të zakonshëm në tonë komunitetin ku ka dhënë kontribut, jo vetëm letërsi, sepse kjo shihet të shtitë poezia. Pra, edhe po e njoft, na mund të njohim, domethënë rrezatimin. Edhe pra kontributi nuk është më është i thjesht as shkodran, as familjar, as kështu, po është estetik. Që do të më thonë pra atë bukurit të shpirtit ti dhe të shikimit ti estetik, a i në ka lanë si dritë. Është mase e vërtet kjo. Brava. Në fund të librit Bust ngrirë ngas, është një poezi që unë sa herë që e marr librin dorë dhe e lexoj shumë shpesh Zef Zorbën, cilësohet si një poet hermetik. Edhe shpesh i dhe dy libra në tavolin, Martin Camaj dhe Zef Zorbën. Janë dy poet hermetik që kryesisht i kena nga veriu jonë. Zef Zorba i Shkodrës, Martin Camaj Geg. Kisha me thonë që këto dy vargje janë, më thoj se janë një libër i tanë. I ertë ky shteg, nuk mundëm rrugën me gjetë, pa dritën tame. Çka më sëmbën, në cet gërmins, që josh e ngujon, a nuk e shesi po lëkunëm. Është një poezi që ka shumë çka mran. Mund është me lidhë me gjithçka, mund është me lidhë me kohën që po jeton, mund është me lidhë edhe me një poezi dashnie. Është shumë i gjanë, Zef Zorba. Shumë i gjithanshëm. Në lidhje me atë çka them më përpara se ndoshta nuk e prekem. Hermetizmin. Jo vetëm hermetizmin, domethënë në botimin e parë. Po. Motat kanë menduar që të jetë në standard, domethënë.
krijimtaria e Kjo Zefit. ishte qëllimi që unë thash. Në mënyrë që ata me drejtë, se unë edhe unë i kam pyet, ata me drejtë sepse kena të bëjmë me i butus në Tiranë, i cili do të më shit libra dhe një prej argumentave që përdoren kundër përdorimit gëgnishtes në shkrim është se nuk kuptojnë, por në fakt nuk është e vërtetë. Sigurisht që nuk ka ndonjë ndryshim të madh, domethënë, por ideja është se duhet mu respektu origjinali. Megjithatë, të dyja shqip janë, në gëgnisht dalin drejta të tjera, edhe për ata që nuk e flasin gëgnishten. Tosk e dojnë gëgnishten, absolutisht. Nuk kam një tosk flas, domethënë popull, që thotë që gëgnishja është e bukur. Një s'kam një. Kuptohet, më njerëz me detyra të caktuara e thonë kështu gjëra, por populli jon, si geg, si tosk, si Kosovë, si Maqedoni, si në Çamëri, si kudo. Gjithë trevave shqiptare. E don shqipen tradicionale, sepse kja shqipe jon, nuk mund të thonë ana kja ban, kja s'ban. Kja shqipe jon e do ta ruajmë sa të mundena. Libri Bus ngrirë në gaz botohet mas vdekjes dhe ishte shkrutinës gjatë diktaturës komuniste. Por është cilësu si letërsia e sirtarit. Letërsia e sirtarit. Çmohet si një poet thot i veçantë i letërsisë shqiptare dhe përfaqësues kyç i modernizmit dhe i hermetizmit. Por kjo letërsi teens ka prek secili nga poetët e mëdhenj. Nëse Martin Camaj shkruan haptas, sepse është një realitet tjetër atje. Deri në një farë kohë shkruan haptas Martin Camaj. Ja, flas kush deri që largohet nga Shqipënia, po. Krijimtarinë më të madhe, domethënë Martini e ka kur kalon matar, sepse edhe atje edhe formohet më shumë. Mund ketë elemente të fillimit si çdo kush, por poezitë më të pjekun i ka bërë në prej mallit. Po. Dhe normalisht fakti që kritikët e quajnë hermetike këtë lloj poezie, ose i komet emri dikur, a di pse i komet dikur? Sepse domethënë poezia në vitet 30 ka pas tjetër traume. Domethënë nuk ka kanë përgjithsisht hermetike. Vitet 30 fillojnë dalin disa elemente hermetike. Në Amerikë, në Europë, edhe këta që shkruajnë qartë për me bë dallimin pra kritik nga aty që shkruajnë qartë haptas, dhe aty që shkruajnë domethënë që futen në tunelin e thellë të ndërgjegjes, domethënë dhe të njësive, i quajtën këta hermetik, por në fakt sot po ta shohësh ka shumë drejta hall te ky hermetizëm, saqë termi nuk e bën më, e kupton, sepse është e vetmja poezi që ekziston sot, edhe në botë, domethënë, po nuk çe poezia kështu. Pra hermetizmi tash ka marrë një shtrimje më të gjatë, më të sigurt dhe normalisht është jo vetëm poezi, por edhe në prozë, kudo. Domethënë, ajo e foluna, domethënë për njësi të cilat janë të mshehuna, domethënë tashmë është klasike, nuk mund të thonë se është moderne, domethënë. Pra, se modernia pothuajse edhe ka marrë mas postmodernizmit nuk ka më moderne, domethënë. Modernia ka pas ato momentet e veta, po nuk po him asaj gjë. Pra të dy si Martini, si Zefi shkruajnë në njëjtën periudhë, pavarësisht se në kushte të ndryshme. Martini jashtë me hermetizmin e mallit për atë dhënë, pra i mbyllën jashtë atë dhëut. Është e vërtetë kjo. Kurse Zef Zorba i mbyllën brenda atë dhëut. Kanë pothuajse të njëjtat ndjesi. Lëm për të admiru fakti që ka përkthyer autor si Robert Frost, e mërkura e përhime. Kjo është gjë fantastike, dhe dramaturg Shao dhe Pirandello. Edhe Oscar Wilde është në futet në përkthimet, hyn në përkthimet e Zef Zorbës. Por ajo që mu më ka lënë një shije disi të çuditshme, thot Ismail Kadarej. Thot për librin Bus ngrirë në gaz, duhet pas të parasysh thot se në këto pak vargje është shtyll dhe koncentru një për ju 14 vjeçare. Vetëm për një libër ka lënë shumë përkthime që janë me vërtet të autorëve të mëdhenj. Zefi domethënë me sa kuptoj unë, ka një person modest, shumë modest, edhe në mënyrën e jetesë, edhe në mënyrën e qenies të tij, se këto njerëzit modest janë njerëz të mëdhenj. Po, është e vërtetë. Thot Camus, unë do të jem njëri shumë i thjeshtë, thot modest, sepse kjo është arsyeja që s'm kuptojnë.
Po, hymet e kamyllet e Sartre, kam frikë, më se kena vetë në klasë deri diku më. Jo, domethënë ideja pra është këtu se pikërisht këta njerëz modest janë të mëdhenj dhe nuk shpesh nuk kuptohen. Pse se bota është komplikuar krejt kot në për gjëra të tjera, edhe ka humbë të thjeshtën edhe të thjeshtën e çon komplikuar. Është krejt e kundërta. E thjeshta është mendoj se kena zgjall rrugë më të shkurta për me mritë një diçka sublime. Ka i herë rruga më. Kështu që prandaj kontributi i tij, prandaj modestia e tij shifet se sa shumë është marrë për kthime dhe sa pak është marrë me vete. Që do të thotë se për vete ka dashur me lënë një testament modest, por më shumë ka keni fokusuar te përkthimet. Sepse në fakt me pohol edhe na që ka herë përkthejmë të tjerë, autor të tjerë, është kënaqësi. Është kënaqësi diçka të bukur, është vërtet kjo. Domethënë fjala shqiprim për mua nuk ekziston. Është një shpikje shqiptare, në tonë botën thuhet përkthim. Përkthim. Shkolla e përkthimit nuk thot ku shkolla e anglishtizimit apo e shqipërisë. Përkthim do të thonë sepse këtu kena të bëjmë me një zanat gati. Është zanat murgut, a din, që duhet me pas se më thonë nëshmëri, duhet me pas stil, duhet me njoh mirë gjuhën tonë, duhet me ditë me bëj një kompromis me autorin, a din, të dhimbshëm, por të domosdoshëm. Por kisha diçka me shtu këtë. Autorët e viteve 30 u përpoqën të tanë me shkru në pseudonime. Migjenin kena, edhe Kolicin me pseudonim, kena edhe George Fishton me pseudonim. Po, kanë moda e viteve 30. Nuk e shaf si mod, ndonë se ndoshta u ba mod, u kthy edhe në moda, jo. Për shembull Fernando Pessoa, po shkruan ato vite, ka emër tjetër. Ka pas edhe pseudonimin e vet. Si shumë shkrimtar. Jo, Fernando Pessoa është pseudonim. Është pseudonimi i vet. Emri i tij i vërtetë tjetër. Është tjetër. Okej. Kaq shumë është famozizuar si Fernando Pessoa, në fakt është tjetër. Sa në të vërtetë nuk e disha se ky ishte pseudonim. Faleminderit që na dha këtë njohuri. Kisha më thënë Zefi nuk pranoi me shkruar për veten. Mos ndoshta e ka për mjek ajo ndjesia që unë ndoshta nuk jam ende gati për botim, sepse artistët e vërtetë unë kam vënë janë gjithmonë ngurrojnë për me bë një botim. Ai kam thënë edhe një është ajo frika përpara. Që ndërkohë që gjithë bashkëkohësit e tij, kjo është absurde tash. Bashkëkohësit e tij shkrimtar, po thonë, publik në Shqipëri, shkruashin ato marrina që kanë shkruar gjatë komunizmit. Në një mund të kesh shkruar gjëra interesante. Ideja është këtu, se arsyeja pse na sot kena pak letërsi, vjen pikërisht nga ajo smundje. Që letërsinë herë pas here kap një smundje, por sidomos realizmi socialist, kjo bëhet smundje kronike. Që do të thotë me shkruar sepse kështu i pëlqen njerëzve. Edhe pikërisht se ata kanë shkruar çai ka pëlqyer njerëzve dhe partisë, se shtohet edhe partia aty, pra direktivat. Ndoshta kjo ishte arsyeja që ai. Kjo është arsyeja pse ata s'kan letërsi. Dhe kjo është arsyeja pse kaq Zefi kaq i thukt na çka do të thonë, e para s'do më shkruaj shumë se ka frikë se hapet në për tema të tjera dhe ka pas për mi shpinë. Libri është një esencë asaj që nuk e percepton shumë kush. Kishin pas shumë mundësi me shku me kontrollu se ata kanë ditë pak a shumë se ky njeri din me shkruaj, me lexu. Mendoj se ka kanë shënjestër. Kështu që, domethënë, nuk ka fut në to pyetje ai sepse e ka ditë se ku shkon. Dhe ka lënë një testament estetik që edhe po t'ja xhashin, kishin më thonë në pikpamje të Forbes, kjo është dekadente, po s'mundesh më fut në burg njeriu për shkak të Forbes. Pra temat politike nuk i ka prek. Aja morr me të mbrëmshme. Për shembull, unë sot mund shkruaj për gjëra politike, por nuk më intereson me shkruaj për gjëra politike, sigurisht dikujt tjetër mund të interesojnë letërsi gjithmonë flasin. Po. Se dhe sot ka probleme që hasin politikën, nuk është se nuk shkruaj se po kam frikë se po më kapin, po më duket e kot. Kurse në atë kohë ka thënë tjetër gjë. A do është më rujt shumë domethënë, sepse edhe në fund ai na ka fol për veten, na ka fol për labirintet brenda vetes, për se nihet aty, qysh edhe buzë ngri me në gaz. Zakonisht thuhet po ta ngri buzëqeshjen. Ngri buzëqeshjen. E di çka do të më thënë. Ai e ka përkthy këtë ngrimje të buzëqeshjes të komunizmit, e ka përkthy në buzë ngrimin në gaz për mos më ro krejt në sy. I ka dhënë një. Domethënë kjo situata ku po jetojmë na është një buzëqeshje e ngrime fotografike, sa më bëj pozë për partitë, edhe për çana rrethon,
Se kena hallet tjera në fakt mbrana, shpirti e din ç'po heqim, domethënë. Edhe prandaj del kjo lloj. Po ai nuk ka dashur me e bëj ashtu të rënd dhe e ka kthy boost ngrimin gas. Do me citu edhe një varg tjetër. Dhe do me lanë Zefin me këtë perlen mbrana Guackës si një margaritar shumë i fyshëm, por letrin mbrana Guackës nuk du me zbërthy. Du që secili ta zbërthejnë ata, por ai ka shkret, ai njëja ç'a thot është ajo ç'a ka zbërthy. Është ajo ç'a ka zbërthy, është e vërtet. Me bë dëshirash një trupore pjalmi. Më duket sikur i ka ndry dëshirat mbrana vetit, e ka bë trupin e vet, një vorrezë dëshirash. Një farë mënyrë është edhe kjo, por në një kontekst tjetër kjo mund të thuhet edhe sot. Edhe pra gjithmonë njeriu, shkrimtari, është në një proces të më duket sikur ka në një periudhë tjetër ku ishte në burg, edhe mendoj se atëherë është shkruar edhe këtë varg, i cili i thot shumë çka, për momentin që ai mund të ketë kanë, më thënë. Po, për shembull, po marrim po thonë një varg tonin që mund ta kesh shkruar sot, duket i ngjashëm me këtë, po halli tjetër. Që do të thotë se pa dyshim që ajo kohë ka kanë shumë e ngarkuar dhe emocionet kanë dalë edhe në këtë formë. Por njeriu gjanet gjithmonë para një presionit. Më të madh apo të vogël gjanet. Presioni atëherë ka qenë njerëzor. Sot është më njerëzor, po prapë presion është. Kështu që do të thonë se poeti gjanet gjithmonë këtë gjë dhe kjo shtys, ky presion e bën me pjallë poezinë. Se po një konflikt më radhshëm, po një ngjarje më radh, nuk del gjëja ashtu, atë. Kur jena normal nuk mund të shkruajmë. Do jena normal, jena qetë, jena kështu. Duhet lëvizje e emocionit. Duhet një reakcion kimik atë. Në mënyrë që me prodhuat një diçka të re. Kena thonë shumë gjëna të pamime ndoshta për lexuesin, janë të lexuar, por ka edhe një publik tjetër i cili ndëgjon me kënaqësi dhe kjo mund vjen mirë, por do të kena tash mundësinë me ndëgju një poezi të Zef Zorbës, të recituar nga Adrian Hoti. Në të vërtetë është recituar shumë njështërisht nga gazetari Joni Mirnjohur Adrian Hoti, dhe ne do të kena kënaqësinë me ndëgju, ndërkohë që do të vijojmë pastaj bisedën sërish me Albri Brahushen. Natën kur bie shi. Natën kur bie shi me rshek, e nërsir radio transmeton, ritmuar me shkreptira, mazurkat e Chopinit, kujto trogloditin, njeriu në ndërtalit, me trurin plot përbin shafigan, e zvaraniktin zaret në veritshëm, në skutën me qull shpels, i ngrysur, i uritur, mendime yjesh për qap, botën e nritur me flak që akujt e kobit shtjak të mos e shporojnë. Rëndomt një gazmen e vok në sfera për një sfera e flakron të let në ëndrën që nise bëhet jet. Natën kur bie shi në rshek. Natën kur bie shi me rshek, kur buluron shiroku e thym xhame, kur dacat kërleshur në trapazane, me dufe qiren, me inate, me serenat, kujto Diogjenin, stoiku i stërkequr, i velur në verish, kacuk para fuqis, ndragur prej loqvreri, prape dhe një herë beson, një fill si kur e kap, qoftë vesh një zë, një tingull, që rishtas të qoj pesh, për çka askur nuk ishte gjetë. Natën, kur bie shi me rshek. Natën, kur bie shi me rshek, ku qelli bubullus qatit gërmu që i trem, kur drurin e krevatit të janë ngulmuse brem me kadencë sahati, kujto Kolombin, eksploratori, i mbledhur shuk vetvete, syti bën ujë, mos tutje perëndimit të qenkish, horizonti i përdredhur, thua
gjera që larkë nuk më mësul kanë dalgët, e si kur tjera herë në ankime imagjinare të retë. Natën, kur bie shi merr shek. Natën, kur bie shi merr shek. Kur mbi kaldram, mbi trotuar, pullazet katarakte shprazin, e kur jehont piskatura në labirinte mendimesh, mshtillen e harbojnë përtej çdo pentagrami, kujto Beethovenin, mërguar nën kreshtën e çapërdisur, me tymra, me shpate, me ngjyra ylberi, me dashurie, me shpërthime mbrun, hedh ner për plas këtu një nam, atje një afsh, një lumturi. O, veç shëmbëllesës të një pajtimi që kur si gjetin në jetë. Natën, kur bie shi me rshek. Natën, kur bie shi me rshek, kur vetëtimat thyn kupen e brisht, si leskër gastarine e zjarrit përjetshëm, kujto Einsteinin, divi i papërfillur, i mjerë, tek digjet kurbash ideore për një vështrim, spaku për vetvete, për një buzëqeshje mrapa infinitit, e t'hu kufiza shkarse shigjete. Natën, kur bie shi me rshek. Natën, kur bie shi me rshek, në alegrot e pafund që kësonetësh burojnë e kullojnë shkëndishëm, ngjyrime që përftohen prej gamës optike, kur mjalët e gjumit përgdhel, kur duart butat kapitjes qafen me afshtarokin, kujto Ungaretin, dashnorin, kujto Quasimodon, pikëllimin, kujto Montalen, zhgënjimin. Natën, kur bie shi me rshek, kur bie shi, kur bie, kur... Oraj që ta keni shiju të dashtën miq, edhe jo njësoj se une edhe Albri këtë poezi të mrekullueshme të Zev Zorbës, edhe të recitume mjeshtërisht nga gazetari jonë i mirënjohur Adrian Hoti. Por me që sot kam një të ftuar shumë special, unë kisha dashur edhe me jo njoft pak me këtë ftumin special, sepse unë e ceka pak si përcip të ze, se kush është Albri Brahusha, po në të vërtet po e filloj pak më ndryshe. Lindi në Shkodër në 1973, është shkrimtar dhe dramaturg, lëvron prozën e shkurtër edhe tregimin. Ka botu disa libra, nër të cilësohet Ajrum Cicirum edhe Ignorantja. Është themelues i disa periodikeve letrare si Milosau, Spiritus, Don Quixote dhe së fundmi revista letrare në gegnisht. Njehet si dramaturg kryesisht në zhandrin e komedisë, dramat e tij janë vënë në skenë teatrin Migjeni, si Prallat Gënjen, Ishulli i Shitenit dhe Vizita e fundit, e cila u vënë në skenë në Trento të Italisë, Teatrin Kombëtar të Tiranës dhe të Prishtinës, me regji të Serafin Fankos, Bars Majs, Harvin Çuli e tjerë. Autori i romanit Qyteti i Shiut dhe 8 e gjysëm. Gjithashtu ka shkruar pjesët për Elizën dhe Eldorado, uvertur me 8 gishta. Nuk e di më ku më mal. Albri, mu më pëlqen me hulumtu shumë në shkrimtar të Shkodrës, dhe jo pa qëllim kjo emision ka një titull Pena e Shkodrës. Je një pen, edhe ti disi kështu e mënjanume e Shkodrës. Më fel për fjallën që ta tham pak e mënjanume, edhe pse ki themelu disa revista letrare. Pse pak e mënjanume? Pse jo shumë e citume? Pse jo... Shiko, tesh u bën 20 si modest Albri, u bën 20 vjet që un kam kontribut dhe aq sa kam me thënë drejtën në disa fusha, sidomos që kanë lidhje me letërsinë, teatrin, tregimin, botime letrare, periodik letrare të tjerë, domethënë edhe normalisht mandej edhe në lidhje me Gegnishtin, siç mund të jep një ndër ata që kanë dhënë kontributin për ringjalljen dhe ridimensionimin publik të Gegnishtes. Mjanimi i shkrimtarëve sot është një diçka globale, nuk është vetëm shkodrane shqiptare. Ne jetojmë se kena pak lidhje me ngrohjen globale të zotit. Që do me thonë se vëmendja e njerëzve është shpërqendruar në tjera
tjera gjana. Shoqënia e konsumit e ka këtë lloj shpërqendrimit të përqendruar, domethënë në për trende kulturore kiç, të cilat në fakt kanë filluar tashti me radhin, dhe normalisht letërsia do të vazhdojnë gjithmonë atë rrugën e vet, nuk pyet ç'a bëhet anash. Ka herë letërsia është në qendër, ka herë është e shmangun, ka herë rrin nëpër modestinat e veta, por rikthehet në lavdin mreti prap, se letërsia mreti i kulturës. Merr edhe herë kunoren që po normalisht mreti si te Hamleti, domethënë, po holl Hamleti nuk ka çfarë tjetër. Shakespeare e ka shkruar për vete. Është e vërtetë. Anim janum, ja kanë marrë pushtetin. Pra, domethënë, ajo çka the ti, e ka thonë Shakespeare, i ka thonë përgjithë Shakespeare me Hamletin. I ka thonë me Hamletin. Ai për letër Shakespeare-in e kena thjekër sepse më ram një majshë ato Shakespeare-in kanë kanë thonë një të goditën të madh, vjen keq për skuadrën tonë, me të vërtetë jam më i keq për. Po tash ti do të më pas parasysh kur let me Anglinë, do të më fut. Unë fakt e kisha të e marr parasysh, kjo ishte pak ai nosha e bukur. 5-0 tash normal. Okej. Në vejgo Albrecht. Themeluesi disa periodikeve letrare, Milosau, Spiritus, Don Quixote dhe së fundmi revistën letrare ngjarnisht. Kam vore që organizon konkurse për poezin, për prozën, tregimin e shkurt, je një shtyll e fort, kisha me thënë. Kur e shoh se qëllimet i çon deri në fund. M'duket ringjallja e gegnishtes, e këtij muzikaliteti letrar, kisha me thënë, ju ka vënë lëvizja disa motor që me dhanë shtysen manet të gegnishtes, apo është një pasion e jote? Me thonë drejtën, shiko, gjuha në përgjithësi është motor. Po, as më tepër kur na kena mundësinë, domethënë, me fol edhe me shkruaj, domethënë, në një traditë të gegnishtes letrare gjithmonë, dhe me thonë ato të vërteta të shpirtit që ndoshta në standard nuk do të kishin lezet me thonë ashtu. Pse? Se jo se na shkondron tjerë lokalista, por na kena çka me thonë për këtë qytet. Dhe gjithmonë e lidhim qenien ton, letërsinë ton me emrin e Shkodrës, domethënë. Ky është edhe nderim që japim edhe që marrim, është një marrëdhënie e çuditshme. Qyteti i Shiut. Po. Është qytet Shkodra, më duket, qyteti i Shiut. Këtu fshihet Shkodra. E kam çujt qëllimisht aty. Aty është një roman i bëm në vitet 2000 ka dalë, si roman i shumë pak më herët. Kur në atë kohë isha në Tiranë, në fakt kisha nevojë për Shkodrën edhe shkruaj një. Është njësoj si me kanë mërgim. Po, është butute. Çdo milimetër larg Shkodrës është njësoj si ti je mërgim. Po, edhe kështu që, domethënë, Ignishtja metet, se më thonë, një gjevahir i rrallë, sidomos për të shkruar letrar. Kjo nuk do të thotë se mjafton me shkruar Ignisht edhe ke bërë letërsi. Por për ne që e dim se ç'a është, si më thonë, gjuha, nevoja për me pas vokabular, njësi i shprehje, thellësi, domethënë, se edhe pesh, ka i pesh tjetër, kur flet Ignisht, ose kur shkruan Ignisht, kryesisht, edhe po ta shkruash të njëjtën gjë në standard, këtu duket sikur flet seriozisht, këtu sikur të ik serioziteti pak. Marrin më seriozisht këtu, domethënë. Pse se edhe je më i vërtet. Po. Më sinqert. Sinqeriteti është baza e kësaj pune. Sinqeriteti është baza në fe, është baza në punë, është baza në jetë, pa sinqeritet në punë. A nuk na cënojnë veprat, se më duket sikur po flasim edhe për në lidhje edhe me autorin Zef Zorba. Në Tiranë nuk botohet, po nuk ishin standard. Nuk po thojmë për të gjitha veprat, se ka edhe vepra që jo, sigurisht ka një. Sidomos në kina shkrimtarë të sotëm, siç është profesor Primosh Llaku, i cili botohet në Gegnisht. Po, sa është qëllimi i tij me jo vetëm qëllimi i tij, po mendoj që ka një vepra të jashtëzakonshme. Është një poet. Po, absolutisht Primoja është një nga poetë tonë më të mirë, edhe ky ka shkruar jo shumë. E kupton? Dhe angazhimin kryesor e ka edhe me ka shumë ka një qëllim gegnishten, ka një qëllim gegnishten. Sigurisht. Pa, acënohen autor tjerë, kisha me thamë. Jo, çiko tash, unë kam folë edhe me Lelen lidhje me edhe tash ka që është bija Zef Zorba. Koha masi është bën botimi i parë në standard. Tash ti ka koha se po të ishte Zefi vet, s'kishte nevojë. E dinë se si bëhen punë. Por me që
është çështja kështu, normalisht për me nxjerr, për me dhënë një liri dalje më të madhe, e kupton? Sidomos në atë kohë që është bë, se sot është tjetër atmosferë. Edhe sigurisht unë i sugjerova dhe aja ishte krejtësisht dakord që me që botimi I para bë standard, bëhet botimi I dytë në origjinal. Si që ka shkruar Zefi. Është mos e vërtet kjo. Edhe normalisht, pra kjo është një detyrë thosh që keni ju ndaj originalit. Të shumë duhet ta bëj pak një pyetje kështu. Po. Si mendon se ka me u pëlqy më shumë, botimi I parë apo I dyti? Sepse unë me thënë drejtën, çish në titull, Booster Rear and Gas nuk mu duk të sikur e thotë Zefi. Booster Rear and Gas. Nuk e disha, mu duk të si një përkthim nga Zefzorba. Tamam, përkthim. Jo. Ashtë si me marrë naimin edhe me bë gegnisht. Me bë gegnisht. Ose as treni. Prej standardit mund të kërkthehet gegnisht edhe në tosknisht, se standardi nuk është as kështu as ashtu. A kupton? Ai sigurisht ka formën tosknisht, po nuk ka thelbin tosknisht. Po me lexu naimin, me lexu Lazgushin, edhe me lexu një autor të viteve 70, domethënë çfarë do të mirë me kanë ky në pikpamje të brendësisë së gjuhës. Këta janë tosk tradicional, edhe këtu nuk ka tradit. Brenda shkrimit të standardit, në letërsi nuk ka tradit brenda gjuha. I ka ik tradit, sepse ky ishte qëllimi me kriju një gjuhë pa tradit, me bë një shkputje nga tradita reaksionare, qoftë toske, qoftë gege, dhe me nxjerr një gjuhë sapunit. E kupton? Që krijon fluska sapunit. Sigurisht që edhe me atë mund të bash në gjallë, po është pa mjaftueshme. Edhe Naimi t'ja kishe lënë dorat ai s'kishe mujt me bë gjallë. Faleminderit. Kisha një pyetje. Vizita e fundit është drama që është vënë skenë në Trento të Italisë. Fillimisht është vënë në teatër Migjeni, në teatër kombëtar nga Barsmaja. Në teatër kombëtar ka kënë kështu si vepër, por nuk është vënë në teatër kombëtar. Teatër kombëtar është vënë drejt perëndimit. Po. Kurse vizita e fundit këtu ka kënë një bashkëpunim i jashtëzakonshëm në Barsmaja, në mallin Barsmaja. Edhe domethënë unë edhe Bardhi domethënë i kena kënë prej asaj, jo thjesht bashkëpunëtor, jo thjesht miq, por kena kënë vëllezër. Siamez domethënë, një farë në lidhje me këto me bashkëpunime teatrore domethënë. Albert, si janë ato emocionet tuaja ose përshtypjet tuaja? Një vepër që vehet në skenë teatër Migjeni, vehet në skenë në teatrin e Trentos në Itali. Si njihet njeriu kur para këtyre dy evenimenteve kishim me thënë për jetën. Atje është vënë aktor italian, Arvin Giuli. Po. Këtu atje ka kënd më modeste, sepse nuk ishin, domethënë, aktor kështu tipit më të mirë italian, nuk ishin njerëz. Si që kena në Shkodër, që kena më të mirë të shqiptar, më ndajën. Po, gjithmonë tjetër gjë Shkodra, është vërtet. Edhe por suksesi i jashtëzakonshëm vjen i një vepre vjen në gjuhën e vet. E kupton? Sa do të përkthehet në gjuhë tjera, sigurisht që ka vlera, po ajo që kanon në gjuhën e vet është e jashtëzakonshme. Unë kam provu këtë herët me Serafin Fangon, kur kam kanë 21 vjeç, domethënë, që kam shkruar pjesën e parë, edhe e pat me vunë në teatr këtu në Hall. Mandej sigurisht me vizitën vjen një tjetër model të shkrumit teatr në Shqipëni. Domethënë, edhe për 10 vjet, domethënë, ajo ka kanë një ndër veprat shqiptare, domethënë, të cilat nuk është i kaluar las, domethënë as për me. Kështu që edhe më vonë drejt perëndimit që një eksperiencë me Spirodunin në teatrin kombëtar. Edhe ajo ishte një eksperiencë shumë interesante. Mandej këtu prap Eldorado, mandej në Kosovë në teatr kombëtar të Prishtinës të Kosovës u vu për te kufive të pushtetit, që ishte një variant tjetër i Eldorados. Domethënë hapësinat shqiptare. Eldoradoja ka pas një publik të jashtëzakonshëm. Edhe jo për një herë, por për disa herë që është vënë skenë. Po, sepse edhe komedia vetë është skandaloze, domethënë, është një komedi skandaloze, s'parri me përmend ata që e njohin. Në këtu, domethënë, pati atje honën e vet, po në Prishtinë pat luajt Enver Petrov si rol. Po, e di.
edhe atje po ti bëja Ti jehon. mendoj se ka pas jehonën e madhe. Por ajo çka vehet re në Shqipëni, Kosovë diçka më pak. Po në Shqipëni vehet re një mosqasje autorëve shqiptar. Teatri Migjeni bën përjashtim, ka bën përjashtim se edhe tash Allah është detyruar se mungesa e regjisorit detyron me marrë një regjisor që ka shijet e veta dhe arsyeja pse. Në teatr Migjeni nuk është se mungojnë shumë autorë shqiptar, si kryesisht ato shkodranë. Ideja është këtu. Po, ideja është këtu që domethënë regjisorët shqiptar përgjithësi. Po, e kuptoj këtë. E kanë më thjesht me autor të huaj sepse ajo vepra Pse është më thjesht me autor të huaj? Ajo vepra është e vume. Po, dhe ka dhanë më përpara ato. Jo vetëm se ka dhanë, po ajo ka po të vume edhe mundet me pa një variant, që do të thotë nuk nis çdo gjë nga fillimi. Arsyeja pse, domethënë ka dy arsye. Shpesh ka dhe tekstet dopta, që nuk ja vlen më marrë dorë. E kuptoj. E dyta është se duhet me fillu nga fillimi, me marrë një autor që vehet për herë të parë. Është një punë kolosale. Edhe këta thonë, me kaq pak lek sa më japin, se po dalim te ajo puna që duhet me bëj herë si llogaritar, mandajna me fillu me kënë edhe shkrimtar. Kështu që edhe pagesat janë të vogla, edhe për autorët janë të vogla. E kuptoj. Kështu që kjo është arsyeja pse. Albert, ju livroni prozën edhe tregimin e shkurtë. A nuk mendon se po livrohet më pak tregimi i shkurtë dhe proza në Shqipëni kohët e fundit? Duket sikur prodhojmë poet pafund, por romancier, prozaik, më pak ndoshta tregimtar, më pak autor të prozës, më pak. Gjithmonë ka ken ky niveli. Një distancë mes poezisë. Poezia është më e lashtë se proza. Është më erore. Ne nga një herë edhe termin është më akollajt, nuk më duket se as pak e akollajt. Po prandaj thash është më lashtë, që do të thotë ka popularitet më të madh. Tana janë me poezi, nuk janë me prozë. Po është e vërtetë. Pra muzika lidhet me poezinë. Dhe është një muzikë e mbrëmshme ajo që e poezinë. Mandej se si e ke zemrën është puna secilit, a kupton? Por ideja është këtu që është më popullore poezia. Sa mirë jeni gjetë te proza dhe te tregimi i shkurtë. Kurse proza vjen, si thotë Molieri, çka është që s'mon mërnateje që ndjen. Thotë ai bashkësituesin Molieri, tash thotë unë që po flas me ty, çfarë po bëjmë thotë, a po bëj poezi apo prozë? E thotë Molieri prozë. Pas kam bë prozë tonë jetën nuk di kam gjë. E bukur kjo e Molieri. Kështu që ti kalon prapë gjithmonë te komedia, po rrim te proza pak. Po, edhe unë është e çuditshme se kur shkruaj, domethënë dram, kështu dialog, unë kam një tendencë me bë komedi. Kur shkruaj prozë shkurt, jam jashtëzakonisht serioz. Serioz apo i ndjeshëm? Edhe i ndjeshëm, padyshim, se serioziteti domethënë se edhe humori ka një shmërinë e vet, domethënë se fut në një e tjera. Po aty jam serioz në sensin që jam fatal serioz domethënë që a kupton të mpi me vëmendje se nuk serioz me vëmendjen që do kërkoj domethënë. Nihesh se me anë prozës të tërheq lexuesin më shumë ndoshta. Jo, nuk është kjo. Proza ka ardhur vonë në historinë e njerëzimit, në historinë e letërsisë, më mirë thon. Bile dhe drama dikur kanë me poezi e kështu. Proza vjen kur komunikimi bëhet më logjik. Gjithmonë elementi logjik gjithmonë largon poezinë, që është më metafizike, dhe fut prozën e cila ka një si më thonë shtrat logjik. Nuk mund me thonë se është kaq ajrore. Ka proza që janë edhe me proza poetike si shnifën, që tendenca është për me dha aty për me bën lojnat, më thonë, edhe këta janë vendet mira ku bashkohet proza me elementet e poezisë. Se po ashtu ka ndikuar edhe proza ka ndikuar te poezia. Për shembull, te rasti Camajt dhe i Zef Zorbës e tjerëve, s'po përmendim autorë të tjerë, po këto që i përmendim sot, shihet në kimi prozë, pra ik rima, largohet rimat e Migjeni për shembull. Largohet çuan vargjet e lira mandajna. Pra, deri diku. Ka rëndësi, pa është në kimi prozë që largohet rima. Do thonë një farë mënyrë çka ka ndodhur? Ka ndodhur që poezia është bën më prozaike. Dhe ka pas raste më që për këtë çetim që ka bën goditje në prozë, poezia dhe ka bën prozën më poetike.
prozë poetike, është e vërtetë. Që do të thonë pra, shif çka kanë. Është një hakmarrje, një luftë mes poezisë dhe prozë. Të dyja kanë ndikur te njëra tjetra dhe kena këtë produkt. Dhe i malli Ernest Kuliçi cilësohet me prozën poetike, njihet sikur është më mbrana. Kuliçi është mjeshtër i vizatimit, domethënë, sidomos në prozë. Në poezi ka poezi, por ai është njëri logjik, njëri konceptual, kështu i gjon. Është vërtet. Edhe normalisht ka tjera gjona, më thon, edhe do më thon shqip, si më thon, se proza flet më shqip. Më drejt për drejt. Është më drejt për drejt. Edhe ka edhe poetike, po ka edhe strukturë tipike të tregimit, për shembull siç është pusi i shtëpisë, siç e kam hallë te revista. E kuptoj. Alberi kam vuri që me periodiket që drejton ngrej shumë shpesh konkurse. Mos ndoshta është një mënyrë që fjala konkurs nuk më pëlqen herë, pavarësisht se mund ta quajmë edhe konkurs, unë pëlqen fjala me dhënë çmim. Do të thonë me çmu. Me çmu. Se këtu konkursi është garë, kurse kur çmuhet dikush nuk ka garë. Jam me ty këto. Që do të thotë se ata që mbledhen për me dhënë një çmim, pra edhe me çmu diçka, nuk nisin nga parimet e thjesht garës. Por ata zgjedhin një përfaqësues ose disa përfaqësues të më të mirë, sigurisht. Jo për faktin për me thonë tjerëve se mos vazhdoni mos se këta dinë më mirë se ju, nuk ka kjo loja. Loja është për me zjarr nga hija, si më thonë. Që ishte edhe pyetja jeme, mos thosh doni me spikat. Po, normal, në zjarr shemuj, jo thjesht, jo se nuk I dihet. Nuk ka gjithmonë çmimet që vendosin se çfarë janë punë. Çmimet krijojnë një atmosferë. Atmosferë dhe spikat deri diku. Domethënë mund dalin edhe jashtë çmimeve vlerat, absolutisht. Blek më shpesh. Për shembull, ka shumë autorë që nuk e kanë marrë çmimin Nobel, ka shumë autorë që e kanë marrë që do ta meritoshin këta, mendojnë më shumë se ata që e kanë marrë. Pra, por ideja është këtu. Çmimi Nobel krijon gjithmonë një zhurmë të madhe brenda tij. Krijon gjithmonë aludime, krijon gjithmonë dyshime. Po qëllimi, qëllimi I çmimeve nuk është ai që më fiton çmimin. Na krijon edhe një ngushtim brenda vetit. Po pse s'jallanin këtij? Po jallanin këtij. Jo, ka herë pse s'mallanin mua. Mo ekziston edhe kjo, pse s'mallanin mua. Po ka një kështu shkrimtar shqiptar, nga që janë natyra shqiptare është pak kështu që andrruse e madhe. Edhe euforike kështu. Ka njerëz që vërtet pretendojnë për çmim Nobel, domethënë, s'po flasim për Ismailin, se ai të paktën e ka prek disi, po flas njerëz kështu që ka mendje. S'po përmendja. Pra, domethënë, okay se edhe kjo është, e kupton se kur kush mundesh me ndaluan rrimin aty. Por ideja është se domethënë në mos është kjo. No, as gonkuri nuk e doj no. Edhe, domethënë, pra atmosfera e çmimit është e rëndësishme, nuk është vetëm çmimi. Çmimi krijon, si më thonë, një atmosferë ku letërsia bën në sy. Kjo është gjë bukur. Kjo është loja, nuk ka loja se kush e mor çmimin. Sigurisht që ata që japin atë çmim tregojnë se kush janë ata, jo çmimi. Pra, nëse unë jap një çmim, është fytyra jam aty. Është vërtet ajo. Pra, çmimi është fytyra e atij që e jep, jo atij që e merr. Po ai që e merr. Ai që e merr, si më thon, është pasqyra ku janë pa këta. Që do të thon, pra, një farë mënyrë ai që e merr sigurisht është finalja, a din? Po flasim për një mirazh. Jo vetëm, po ka një bashkëpunim këtu, sepse a përgjegjësi më e madhe atij që e jep se atij që e merr. Ai që e merr s'ka përgjegjësi. Ai ka kry punën e tij. Po. Ai ka bën produktin. Përgjegjësia të shti këtu është atij që e jep. Sepse ai tregon domethënë se ç'a duhet miras, domethënë, një farë mënyrë, jep një shtyllë dhe një pike, e kupton? Dhe çmimi ka këtë rëndësi. Prandaj edhe te revista G&G, e cila është në Facebook. G&G nuk e kuptoj. Kse makilon si mister. Po, ajo mund bëhet nesër edhe në G&T, e kupton? Do të ndryshohet prapë. Mundet. Domethënë, pra ideja është aty, ajo G dhe G është geg, e kupton? Po, geg. Revista letrare Gegnish. Ajo ende aty është, domethënë, geg si dhe kod dush bën kom. Edhe kënej lexohet geg, edhe anaj lexohet geg si dhe kod dush të vjen kom, fix.
Edhe, domethënë, pra do të vazhdoj me dhon çmimin në Gegnisht, domethënë që tashmë jep revista. Revista ka krijuar një fytyrë të vetën tash 1 muaj gjys 2. Mark pamjen e revistës. Dhe shpresojmë që domethënë me një iniciativë mund të gjejmë edhe fonde për këtë gjë, me GoFundMe mund të organizohen. Nga tan grupi i miqve që janë të apasionuar me këtë gjë, në mënyrë që revista të bëhet edhe fizike, domethënë të botohet si diçka më vete. Kuptohet, jo thjesht ajo që ka paraqitet aty. Ti banë mirë që na duhen edhe fonde, sepse për me bëjë gjëra të bukura letrare, nuk kushdo që mund të mendoj dhe ka mundësinë me dhënë fonde për këtë gjë. Domethënë aty ndihmë jashtëzakonisht e madhe dhe e bukur. Aty për momentin, domethënë unë kam dhënë hapësinë, unë edhe grupi që drejtoj, po unë si po thonë drejtuesi si themeluesi saj. Hapësinë Gegnishës. Kjo më vonë nuk përjashton as shkrimet në tosnisht, domethënë, pra në standard qoftë, ku janë të mira. Domethënë, por për faktin se Gegnishtja është pak e keq kuptuar ka herë. Edhe nga vetë ne. Se, domethënë, e goditur nga historia, se s'po thonë as se kush. Etj, se më thonë, arsyeja pse aty botohen gjëra vetëm Gegnisht për momentin, është pikërisht që ata që shkruajnë Gegnisht mos njihen që nuk kanë një hapësinë ku me hall diçka. Është masa e vërtetë kjo. Ose ata që dojnë të thonë gjëra të bukura në fundit, se dikush kush të shëron më shpreh bukur në Gegnisht, nuk kishte kanë ide keqe më shpreh të revista. Vjen keq me thanë, po ja erdhi fundi i kësaj bisede të jashtëzakonisht të bukur, që s'kisha dashur ndoshta edhe për një orë tjetër me marrë, se kena shumë çfarë të thanë, sidomos rreth autorëve të Shkodrës, autorëve të mëdhenj të Shkodrës. Të dashur miq, për sot ishte kjo pena e Shkodrës, për poetin e mirënjohur edhe përkthyesin e mirënjohur Zev Zorba, por jo pa veçantinë që solli dhe shkrimtari jon i mrekullueshëm, kisha me thënë Albri Brahusha, me gjithë risitë e tij për revistat që ai drejton. Ju faleminderit që na ndoqët, së bashku do të jemi prapë të shtunën tjetër në orën 10 me pena e Shkodrës.